Mirëdita gjithëve, atëherë sikurse e bëri të ditur edhe ushtruesja e detyrës së presidentes sapo përfundoi takimi me përfaqësuesit e partive parlamentare të cilët kanë deputet të zgjedhur për legislaturën e 11 dhe u dakorduam që ashtu sipas ftesës me datën 6 gusht të mbahet seanca konstituive e legislaturës së 11 sipas rendit të ditës, i cili është i përcaktuar me rregullore, pra duke filluar që nga themelimi i komisionit që verifikon mandatet e deputetëve, pastaj betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit apo kryetares së kuvendit dhe pastaj edhe e kryesisë së kuvendit. Natyrisht, paraprakisht do të mbahet edhe mbledhja përgatitore me datën 3 gusht, ku do të definohet edhe në aspektin formal rendi i ditës edhe përcaktimi për thirrjen e seancës së përcaktuar nga ushtruesja e detyrës së presidentes. Si lëvizjeve vendosje, si subjekt që ka fituar zgjedhjet, jemi të gatshëm dhe medzipresim që të konstituojmë të gjitha institucionet edhe të vazhdojmë punën me kompetenca të plota në legislaturën e 11, në qeverinë e Republikës së Kosovës e pastaj edhe në pozitën pra me punën e presidentit apo presidentës zgjedhur brenda afatit të përcaktuar. Ku zonja Nabati apriti së shpejti të nisi takimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Ju e dini që kryeministri Kurti kishte ftuar në takim kryetarët e PDK-s dhe të LDK-s dhe pas zhvillimeve të fundit në LDK ishte kryetari i LDK-s zoti Abdi Gjiku që njoftoi që ka pezulluar takimet, ndërkohë që dje pas rikonfirmimit të zgjedhjes së tij si, domethënë gjatësisht vazhdimit të punës së tij si kryetari i LDK-s, ai deklaroi që ka marrë edhe autorizimin nga kuvendi që të vazhdojë me bisedimet me kryeministrin Kurti. Ne natyrisht se mirëpresim këtë vendim të kuvendit edhe presim që të vazhdojnë diskutimet edhe dakordimi sepse vendi ka nevojë që sa më parë të vazhdoj puna në të gjitha institucionet me mandat dhe kompetenca të plota. Tani kjo është çështje që do të vendoset në mes të edhe kryetarit të lëvizjes vetëndosje edhe të kryetarit të LDK-s. Unë besoj që në afatin më shkurt të mundshëm do të vazhdojnë diskutimet në mënyrë që të vazhdojnë punën. Do të jeni sërish e grupit parlamentar edhe në legislaturën e re? Këto janë çështje që do të diskutohen në forumet e partisë, nuk ka ndonjë qëndrim deri më tani për pozita. E rëndësishme është që të vazhdoj puna, të konstituohet kuvendi, ndërkohë që secili nga deputetët e zgjedhur unë besoj që do ta kryejë me përgjegjësi punën. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije edhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdi Gjiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje. Deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishme është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston natyrisht do të gjendet edhe zgjidhja. Do delegohet zotë Kembati që të kërkoj votat sërish në DK-s për herën e kaluar që kërkonte? Besoj që kryeministri Kurti do të vazhdojë punën e tij me kompetencë dhe përgjegjësi, sikurse ka bërë, pres natyrisht që edhe subjekte tjera politike të bëjnë të njëjtin gjë, të jenë në nivel të përgjegjësive të tyre, ndërkohë që pres që secili deputet që ka fituar besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, të jetë në kuadër të përgjegjësisë së vet dhe të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes së presidentit apo presidentes me votën për, kundër apo me abstenim, sepse qytetarët na kanë besuar që t'i përfaqësojmë ata edhe të jemi pjesë e vendimarrjes. Kështu që natyrisht pres edhe prej të gjitha mediave që të vazhdoni të përcjellni këtë ngjarje me përgjegjësi dhe seriozitet. Për me aliancën do të synoni një takim për të diskutuar të pjesat e tyre me qenë se mund të nevojshme dhe votat e tyre për presidentin e klasë. Ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar ftesë për takim edhe kryetarit të aleancës, ndërkohë që në atë kohë ka pas një qëndrim nga aleanca se nuk janë të gatshëm të takohen. Tashmë qenë se po afrohet dita e konstituimit të kuvendit, unë pres që të reflektojnë edhe natyrisht të marrin pjesë në takime, po përtej kësaj edhe të bëjnë pjesë e procesit të përzgjedhjes së presidentit apo presidentes.
kërkon për nga a është kandidate konsensuale për juve si shefi grupit parlamentar Vjosa Osmani për presidente? Tani e dim që jemi në një momentum të ri, i takon kryetarit të LDK-s, i cili ka marrë mandatin prej kuvendit, që të zhvilloj diskutimet me kryeministrin Kurti, ndërkohë që unë besoj që do të kemi parasysh secili prej nesh, edhe besimin, përgjithësin që na i kanë dhënë qytetarët me votimin e tyre, secili prej nesh përfaqësojmë një peshë politike e cila është rezultat i qëndrimi gjithësisht vullnetit të qytetarëve dhe këtë duhet ta respektojmë në plotëni secili prej nesh, qoftë si subjekte politike, qoftë si individ. Si që dini, sot patëm takimin pregaditor për seancën konstituive. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq. Vitezën e shkallë për një front të përpashën të opozitarë, se një qëndrimi juve dhe kësa ide, cilën e ka përve edhe vetë kryetari, ani me i rekonfirmuar i të këtë mërë të shqipër. Sot jam për të folur vetëm për seancën konstituive, PDK do t'jetë në opozit. Jemi vite largë me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Në ndërkohë që opozita ka nevojë për bashkërindim, po ne ende nuk e dim sakt kush do të jetë në opozitë e kush në pushtet. PDK do të jetë në opozit. Po qëndrimi është i njëjtë për opozitën e presidentit, përveç dikush nga familja Jasharit, për tjerët? Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po atë sa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella. Dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare. Qytetarku, nëse kemi këtë fond politike, jemi në afër zgjedhjeve në pamundësi të krijimit të numrave për çështjen e presidentit, apo ka një formullë tjetër? Janë edhe 98 deputet, pa deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur bisedime më herët, është folur që do të ketë bisedime sërish, por po e ripërsëris. Është shumë e rëndësishme që kuvendi të konstituohet, mos të ketë zhagitje dhe mos të prodhohen kriza të reja institucionale dhe kushtetuese. A e keni zhag kështu? Përshëndetje për gjithë, ne sapo patëm takimin koordinues për konstituimin e seancës. U dakorduam që të procedojmë bazë të rregullorës së punës dhe në bazë të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Insistojmë që seanca konstituive duhet të ndodhë me datën 6 dhe të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit, me qëllim që Kosova të ketë institucione funksionale dhe ta kthejmë funksionalitetin institucional të shtetit tonë. Dhe me qëllim që të mos bëhet asnjë vonesë, ne synojmë që kuvendi të konstituohet në datën e caktimit dhe thirrjes së seancës. Aty u miratua dhe një lloj agjendet e cila do të prezantohet atë ditë, edhe për formimin e komisioneve verifikuese të mandateve dhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve. Kaq ishte, ne dham kontributin ton për aq kohë sa respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorës së punës së kuvendit, edhe dëshirojmë që sa më shpejt të japim institucione shtetit tonë. Në fakt nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprerë dialogun ton me vetëvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'u bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. A keni preferenca për pozita, për thjesht bazë atyre parimit të cilat
Në fakt, çdo partneritet në mes partive politike ndërtohet mbi bazën e parimeve bazë, se secila parti ka garuar me një program dhe me disa parime bazë. Ne jemi parti që qartësisht jemi të orientuar ka perëndimi, i kemi vlerat tona bazike të cilat dëshirojmë të imponojmë në çdo marrëveshje dhe në çdo krijim partneriteti. Ato janë të thëna e të stërthëna gjatë edhe fushatave tona. Dialogu mbi partneritetin edhe mbi një marrëveshje eventuale ndërtohet para së gjithash mbi parimet, edhe mbi pozitat, por fillimisht duhet të dakordohemi mbi parimet, qëllimet, objektivat e programit ton, ka dojmë me i orientu Kosovën në vitet e ardhshme, e pastaj pozitat janë një çështje e dorës së tretë. A pritet të ketë unifikim brenda grupit juaj parlamentar, marrë parasysh leximin e apozitit si kryetar të vendit, edhe kur raportues në LDK ka nisur largimet sa shumë pranë. Në fakt, LDK-ja kishte kuvendin e jashtëzakonshëm dje, në të cilin me një rezultat e rikonfirmoi kryetarin Abdi Gjiku për ta vazhduar mandatin e tij deri në fund. Dhe po ashtu kishte një deklaratë politike në të cilën u dhanë qëndrimet që angazhimi i LDK-s duhet të jetë edhe i deputetëve, duhet të jetë në prizmin e bërjes së institucioneve të shtetit tonë, themelimit institucioneve dhe dhënjes së kontributit si parti politike për aq sa kemi fuqi politike. Ndërsa grupi parlamentar normalisht që do të jetë në harmoni me këtë deklaratë për shkak se kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është organi më i lartë i cili bën orientimet strategjike edhe objektivat kryesore të partisë. Prandaj ne i nënshtruhemi një vullneti të tillë të antarësisë që ishte mbi 320 delegat të pranishëm të cilët miratuan këtë. A ka nisur largimin nga LDK-ja? Jo, nuk kam ndonjë informat për ndonjë largim eventual, absolutisht jo. Jo, tani dërheqje eventuale të ndonjë nëndege, kryetari nëndege mund të ketë, por kjo është krejt vendimi individual i secilit, nuk kemi vrejtur asnjë fenomen që është i pranishëm tani në parti. Ju e dini që LDK-ja është partia më demokratike që ka një dialog të brendshëm dhe një ushtrim të demokracisë me votim të fshehtë. Është vetmja parti në Kosovë. Ju e dini që brenda këtyre 4 viteve disa herë kemi thirrur kuvende për çështje për t'i përcaktuar këto dhe në mënyrën më demokratike me votim të fshehtë ju kemi nënshtruar votimit dhe jemi përcaktuar pastaj për votimin e shumicës. Ky është princip kryesor në demokraci ku pjesa tjetër pastaj pajtohet me vendimin e shumicës, se ky është parim elementar në demokraci. Po. Tani në dialog shkohet për të negociuar dhe për të dalë me një rezultat. Duhet parë të gjitha modalitetet. Ajo që është e rëndësishme është se ne, ashtu siç kemi thonë edhe më herët, ne jemi të angazhuar që partisë qeverisëse të mos i takojnë 3 pozitat kryesore me qëllim të ruajtjes së balancit politik. Dhe kjo është tepër e rëndësishme në demokraci që të sigurohemi që partneriteti të jetë në baza të shëndosha, duke ruajtur edhe funksionalitetin demokratik të shtetit tonë, edhe interesin e secilës parti politike në relacion me atë që ka si peshë të përgjegjësisë dhe që ja kanë dhënë qytetarët. Kështu do të jetë angazhimi jon, varet krejt prej marrëveshjes politike e cila del nga negociatat. Faleminderit. Atëherë, përfaqësues të medjave, mirë dita dhe mirë se keni ardhur. Ne ishim në takimin me ushtruesin e detyrës dhe të subjekteve politike me diskutu mbledhjen dhe konstituimin e kuvendit i cili duhet ndodhë me 6. Në emër të aleancës, unë i adresova 2 tema. Takim e para shqetësimin e thellë dhe po ashtu kërkesën që konstituimi të ndodhë me njëherë është plotësisht e pakuptueshme për ne. Qysh ka mundësi për 4 muaj ditë sa kemi ndajtë në kuvend
gishti është adresu opozitës për mos konstituim të institucioneve. Ndërsa rezultatet zgjedhore në konstituu tashe 4 javë dhe ende nuk ka konstituim, respektivisht data e seancës është saktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë brenda 30 dite. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohen institucionet. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vet më larg se me datën 7 gusht. Çfarëdo tendence për interpretim, i cili ndërlidhet me një afat kohor shtesë prej 1 muajve, vetëse e dëmton Kosovën dhe mbi gjitha e konfirmon qëndrimin tonë politik se i gjithë ky proces i zgjatjes dhe tërzgjatjes ka qëllime zgjedhore që ndërlidhen edhe me një cikël tjetër. Aleanca këtë do ta kundërshtoj dhe këtë e ngritëm edhe në takimin me ushtruesin e detyrës, respektivisht me kolegën nga parti tjera. Ju falenderit, a keni ndonjë pyetje? Po, do i thajri, vetëndosje nuk po e merret parasysh gjatë kërkesat e juaja. Edhe zona në aksia le ato këtë mundësi. Do thotë ju 7 deputetët vini për caktuar që do tani kundër edhe për kryetar kuvendit, edhe për qeveri, edhe për presidentin. Në fakt është e kundërta. Është e vetmja aleanca e cila ka një pozicion politik publik në raport me konstituimin e institucioneve. Cili është ai? Ne themi, ne nuk duam të jemi pjesë e qeverisë dhe rrjedhimisht mos marrim asnjë hise, asnjë privilegj, asnjë pozitë qeverinë e Kosovës. Mirë, po ne njohim një situatë tepër të rrezikshme të Kosovës të përfundimit të cikleve zgjedhore, prej një cikli në një cikël. Duke qenë se këtë e shohim rrezik kombëtar, ne e shohim rrezik të shtetit Kosovës, e shohim rrezik kombëtar, e shohim rrezik të shtetësisë Kosovës, trendin e abnormalitetit dhe një farë forme pranimin e abnormalitetit që Kosova mundet me shku prej një cikli zgjedhur në një cikël tjetër, ne kemë thonë shkurt edhe shqip. Nuk dojmë zgjedhje, nuk dojmë fakt, nuk dojmë me qenë qeveri, por me i konstituu institucionet, me bo një president i cili përfason një tjetër e publik, këto janë 6 pika. Kur i lexon 6 pikat, e shet që janë pika që nuk ndërlidhen me aleancën, e as me interesat politike dhe partijatet një deputeti, po ndërlidhen me Kosovën, që ndërlidhen me energji, është gazi amerikan dhe është investime në kek, me infrastrukturë dhe ndërlidhet me ekonomi, me ngritjen e TVSH-s nga 30 në 100.000 dhe me mos tatimimin e tokës së punuar që ndihmon prodhimin vendor. Por së nuk merren parasysh dhe detajilit, ta kemë qartë, do thotë po merren parasysh, nëse nuk merren parasysh, i bie që aleanca do të pozicionohet kundër, do të votojë. Absolut, nëse nuk merren parasysh qëndrimet tona, kërkesat tona legjitime, absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektueme. Ka gja parti e respektueme, për një parti e cila nuk uftoj kënë takime u bërë respektueme. Pra ne kemi qartësi në kursin tonë politik. është i qartë, është i drejtë, është për Kosovën, jo për partinë, e jo për pozitat, e jo për presidentin, jo për kryeministrin, jo për kryeparlamentarin, është për këtë Kosovë. Qofse nuk e përfillin, ja pafshin hajrin. Nuk është faja Aleancës për Armiqësinë e Kosovës, sikur që nuk ka qenë zgjedhjet e kaluara, se ky popull nuk e meriton me qit çdo 3 muaj ditë zgjedhje. Dhe për me ai që don me qit çdo 3 muaj zgjedhje, ai ka vetë një qëllim. Me një funksion zyrës së kryeministrit, me qenë kryeministër detyrë, pa mbikëqyrje parlamentare, pa mbikëqyrje legislative dhe pa dhënë përgjegjësi për obligimet ndërkombëtare që i ka marrë. Faleminderit.